Ti Megli, do lidhesha me dikë ose do kishe një njohje me dikë që fiton më pak se ti? Ju e dini se si jam unë. Po që unë mendoj që po, sepse unë kam shumë që njerëzit kanë ambicie. Pra nuk ka rëndësi, për shembull ti mund të ishe një fazë të jetës tënde që ke një punë të caktuar. Po gjithsesi unë jam njëri që eci shumë me ndjesi. Pra unë nëse të takoj ty dhe kam atë, nuk kam shumë njëri kështu realist, kam këtë, jam ti je idealiste, je romantike. Po. Dhe nga që kam këtë gjë, nuk i shoh këto, pra i shkos aty mua më bën të ndjehem mirë dhe kam këtë emocionet e forta, mendoj që çdo gjë në jetë zgjidhet. Pra nuk është asgjë e pazgjidhshme nëse ke dëshirën edhe ambicien e duhur. Domethënë ti thua, unë të dua ty shumë edhe kur jemi pa ngrënë dhe flem me barkun bosh natën, edhe kur dashuria del nga dritarja. Unë edhe kokën aty të qafa dhe shuhet çdo gjë. Është romantike. Se nuk e dim. Është shumë e bukur kjo kur e dëgjon, po vetëm kur e dëgjon. Megli se unë nuk bëj dot relate me atë. Për shembull, ti je super tip edhe të esni të zbath bregu detit të dy për dorë. Mua më pëlqen shumë kjo që ai të jetë ashtu, të bredhim të dy zbathur nomade, hipsteri komplet. Jo, nomade jo, po ne të dy të jemi në det, duke ecur, duke shijuar njëri tjetrin, por llogarinë bankare të dy e kemi. Jo, nuk dua jate, nuk jam gocë që du jate, se babi im s'ka pas jate, kështu që nuk kam si kërkoj jate, po ambicia për mua është shumë kryesore. Tani, kur tha Gjesi, po e pati, unë se do jo, do ta marrë me qira. Ti ke jatë, unë nuk lidhe me ty. Unë jam Gjesi dhe çfarë po bëni nëse nuk e di bërë akoma subscribe në YouTube Andalajl urgjent tani.